Dy zyrtarë të Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial, ISHTI, janë vënë në masën e sigurisë arrest me burg me urdhër të gjykatës së posaçme, pas hetimeve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. GKK ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për inspektorin Olsi Jarazi dhe arrest shtëpie për inspektorin Luan Sadikaj, të cilët dyshohet se kanë marrë shumat monetare $900.000 dhe $10.000 një biznesmeni në Korçë me inicialet JS. Ata akuzohen për korrupsion në bashkëpunim dhe marrje rishfeti me qëllim mbulimin e një aktiviteti tregtar të paregjistruar në qytetin e Korçës. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, në 23 shtator 2025, gjykata e posaçme e shkallës së parë ka miratuar kërkesën për caktimin e masave të sigurimit personal ndaj dy personave, Olsi Jarazi me detyrë inspektor pranë ISHTit dhe arrest në shtëpi për shtetasin Luan Sadikaj, ish inspektor në të njëjtin institucion, ndërsa masat u ekzekutuan më 27 shtator 2025. Nga hetimet e kryera nga Byroja Kombëtare e Hetimit BKH në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme, dyshohet se më 1 nëntor 2021, dy inspektorët kanë marrë një shumë totale prej $900.000 lekësh dhe $10.000 amerikan nga subjekti privat me inicialet JS, i cili ushtronte aktivitet tregtar në Korçë pa dokumentacionin ligjor dhe licencën teknike. Në këmbim të shumës së përfituar, inspektorët nuk morën masa administrative, ke lejuar subjektin të vazhdonte aktivitetin në shkelje të ligjit. Procedimi penal është regjistruar më 5 mars 2025 për veprat penale të korrupsionit aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsionit pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike të kryera në bashkëpunim.